Merrni vaj ulliri dhe e përdorni në këtë mënyrë, nuk do vuani kurrë nga këto 8 probleme. Vaji i ullirit njihet si eliksiri i gjatësisë prej përbërësve dhe antioksidantëve që përmban. Ai përmban gjithashtu edhe shumë vitamina dhe minerale. Ndaj, përdorimi i përditshëm i vajit të ullirit ofron edhe një dietë të shëndetshme. Nëse pini një lugë vaj ulliri çdo mëngjes përfitimet që ka trupi janë të shumta. Por për këtë teori ka disa efekte të cilat duhet të tregoni gjithmonë kujdes me sasinë. Vaji i ullirit përmban 62% acide yndyrore. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Oleik, lineolik, palmitik dhe stearik. Ai është i pasur me antioksidantë, vitaminën E, fitosterol dhe provitaminën A. Ndihma në formimin e kockave dhe në mbrojtjen e tyre është një nga kryesoret. Vaji i ullirit ka aftësinë të ulë riskun e sëmundjeve kardiovaskulare, është aktiv ndaj uljes së kolesterolit dhe ndihmon sistemin imunitar që të luftojë edhe më fuqishëm ndaj plakjes. Gjithashtu ka një përmbajtje që ndihmon në luftën kundër qelizave të dëmshme. Sipas studimeve të publikuara në The Journal of American College of Cardiology, konsumi i përditshëm i 2 lugë vaji ulliri ul ndjeshëm rrezikun e sëmundjeve në zemër dhe zhvillimin e problemeve të frymëmarrjes. Nëse e pi ju do t'i jepni trupit edhe shtysën që i duhet për të nxitur tretjen, për të mbrojtur stomakun dhe për të detoksifikuar gjithashtu edhe veshkat. Duhet të konsultoheni paraprakisht me mjekun tuaj nëse e përdorni atë dhe sasinë që duhet të përdorni, sidomos nëse merrni medikamente të caktuara. Edhe pse vaji i ullirit zë një vend të rëndësishëm në kuzhinë, në fakt pirja e tij çdo ditë do ju ofrojë të merrni përfitime maksimale. Njihet për efektet pozitive për shëndetin e zemrës dhe për mrekullinë që shkon përtej organizmit. Vlerat dhe përfitimet që do të merrni nga përdorimi i vajit të ullirit në dietën tuaj të përditshme do të bëjnë gjithashtu edhe ndryshime rrënjësore. Sipas ekspertëve të Bright Side, në këtë video do të rendisim përfitimet kryesore që vaji i ullirit do t'jap në shëndetin tuaj të përgjithshëm. Vaji i ullirit është një element pozitiv i shëndetit tuaj të lëkurës. Vaji i ullirit, duke u konsumuar rregullisht, mund të shndrohet në një përbërës thelbësor në shumë produkte kozmetike, redukton skuqjen, enjtjen dhe mund të ngadalësojë gjithashtu edhe shfaqjen e rrudhave. Ndaj përdorimi i tij në mënyrë të rregullt sigurisht do të kthehet në një aleat të vlefshëm në mbrojtjen e organizmit dhe në parandalimin e komplikacioneve të tij. Vaji i ullirit ndihmon që të humbisni më lehtë peshën e tepër trupore. Shumë studime kanë treguar se ndjekja e një diete të pasur mesdhetare, e cila është e pasur me vajin e ullirit, ka efekte pozitive për trupin dhe për shëndetin tuaj. Më shumë studime kanë treguar se përfitimi i vajit të ullirit në dietën tuaj sigurisht që do të jetë një aleat pozitiv edhe për mbrojtjen e organizmit në betejën kundër këtyre komplikacioneve, citon Healthy Side. Vaji i ullirit është një element pozitiv mbrojtës edhe për shëndetin tuaj të trurit. Konsumi i rregullt i vajit të ullirit do të heqë grumbullimin e pllakave brenda qelizave të trurit. Këto pllaka mund të shkaktojnë kryesisht edhe sëmundjen e Alzheimerit, sëmundjen më të zakonshme mendore në botë. Njerëzit të cilët e përdorin rregullisht vajin e ullirit në dietën e tyre, patën gjithashtu rezultate më të mira në performancën e kujtesës. Vaji i ullirit është një element pozitiv i shëndetit tuaj të kockave dhe si e tillë do t'i japë rezultate fantastike në mbrojtjen e tij. Vaji i ullirit ndihmon njerëzit që vuajnë nga artriti reumatoid. Kjo funksionon më mirë kur kombinohet gjithashtu me vajin e peshkut, një burim i pasur i acideve yndyrore omega 3. Përbërjet që gjenden te vaji i ullirit ekstra i pastër përmirësojnë dhimbjet e kyçeve, ngurtësimet e mëngjesit që shkaktohen kryesisht edhe nga artriti. Vaji i ullirit është një element pozitiv në zvogëlimin e inflamacioneve. Pas shurimit jetësuar me vajin e ullirit dhe ushqime të tjera me acide yndyrore omega 3, zvogëlon inflamacionin në trup. Nga ana tjetër ndihmon në parandalimin ose shërimin e gjendjeve të ndryshme të lëkurës të shkaktuara nga
Inflamacioni. Vaj ulliri do të përmirësojë gjithashtu shëndetin e zorëve. Disa lloje të bakterieve që jetojnë në stomak mund të shkaktojnë ulçra. Vaj ullirit është të provuar se lufton bakterie dëmtuese, disa prej të cilave janë rezistente ndaj antibiotikëve. Vetëm 30 ml vaj ulliri në ditë mund të shkatërrojnë bakterie të dëmshme në më pak se 14 ditë. Një lugë me vaj ulliri çdo mëngjes do të zgjojë shëndetin e organizmit, i dhuron trupit energjinë ndërsa forcon imunitetin dhe sigurisht edhe mirëqenien. Është padyshim një nga dhuratat mrekullueshme të natyrës dhe kjo është receta me vajin e ullirit. I pasur me vlera të larta kuruese, vaji mbetet mbreti i shëndetit të mirë dhe kuzhinës së shijshme. Ai shton shije të padiskutueshme gatimeve dhe recetave të ndryshme anë mban botës. Por krahas kësaj, vlerat që çliron vaji ulliri në çdo gatim janë mirëbërëse për organizmin. Sipas të dhënave të Healthy Side, vaji ulliri do të sigurojë edhe shumë përfitime duke ofruar benefite të qëndrueshme për organizmin gjatë gjithë ditës. Studime të shumta kanë treguar se njerëzit të cilët e konsumojnë rregullisht vajin e ullirit janë më pak të prirur që të vuajnë kryesisht edhe nga sëmundje të ndryshme kardiovaskulare dhe në nivelin e kolesterolit në gjak. Ndërsa vlerat kryesore brenda një luge të vetme me vaj ulliri janë të larmishme, përdorimi i tij në mënyrë të rregullt sigurisht që do të kthehet në një aleat të vërtetë në mbrojtjen e organizmit kundër këtyre komplikacioneve. Një lugë vetme me vaj ulliri do të ofrojë 120 kalori, 14 gram yndyrë dhe as pak kolesterol. Rreth 77% e yndyrës së vajit të ullirit është e pangopur dhe 9% është e ngopur, ndërsa 14% është vaji i ngopur me prejardhje nga perimet. Vaji i ullirit përmban antioksidant, beta-karoten, gjithashtu edhe vitaminën E, të cilat cilësohen si një nga elementët më të mirë ushqyes për të përfshirë me do e mos në dietën tuaj të rregullt. Gjithashtu ai përmban edhe përbërës fenolik si trisoli dhe hidrotrisoli. Por çfarë bën vajin e ullirit një nga vajrat më të mirë krahasuar këtu edhe me vajrat e tjerë të cilët ju i konsumoni rregullisht? Vaji i ullirit lidhet me numrin më të ulët të humbjes së jetës nga sëmundjet kardiovaskulare në vendet që e konsumojnë, krahasuar me ato që nuk e përdorin në dietën e tyre vajin e ullirit. Studiuesit kanë zbuluar se vaji i ullirit do të mbrojë edhe trupin nga zhvillime të ndryshme të qelizave të dëmshme. Ndaj, pasurimi i dietës suaj me këtë vaj sigurisht që do t'jap rezultate fantastike për dietën tuaj. Gjithashtu vaji i ullirit lidhet me numrin e lartë të përfitimeve për mbrojtjen e organizmit. Në qoftë se ju vuani kryesisht nga fryrja e barkut pas ngrënies ose edhe mund të keni probleme me konstipacionin, duhet të provoni këtë truk të rregullt me përdorimin e vajit të ullirit. Kështu rezultatet që do të keni prej saj do të jenë të larmishme dhe do të mbajnë larg gjithashtu edhe problemet e tretjes. Ndaj nëse vuani prej kohësh prej tretjes, atëherë vaji i ullirit mund të jetë aleati juaj më i mirë. Vaji i ullirit do të ushqejë fytyrën e thatë, trajton aknet, gjithashtu edhe rënien tuaj të flokut. Vaji i ullirit nuk duhet të mungojë kurrësi në rutinën tuaj të bukurisë. Mjafton një masazhim i thjeshtë me pak vaj ulliri ose i kombinuar me të verdhën e vezës, pure, karote ose vaj kokosi dhe fytyra juaj do të ndjejë menjëherë freskinë e munguar. Rezultatet që do të marrë do të jenë fantastike edhe për dukjen e mirë të saj. Vaji i ullirit është një aleat i mirë edhe për shëndetin tuaj të mëlçisë. Mëlçia është ndër organet më të rëndësishme për sistemin tuaj tretës. Ajo kryen disa funksione parësore, metabolizon të gjitha elementet ushqimor, yndyrnat, proteinat, karbohidratet, vitaminat, kripra minerale të tjera. Prodhon substanca për të përthithur vitaminën K dhe ndihmon edhe në përthithjen e vitaminës A nga trupi i njeriut. Gjithashtu, vaji i ullirit do t'jap rezultate fantastike në mbrojtjen e shëndetit të mëlçisë edhe kundër këtyre komplikacioneve, citon Healthy Side. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që do informohen dhe miqtë e tu.